Po shkojnë drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e rrugës së Krypallarëve në Dukas, bashkia Patos. Ka nisur procesi final i projektit, shtrimi me asfalti të gjithë gjatësisë së këtij segmenti rrugor, ka deklaruar për televizionin Apollon drejtuesi teknik i punimeve Elvis Rama. Sipas tij, ndërhyrja ka përfshirë infrastrukturën nëntoksore dhe mbitoksore, ndërtimin e mureve mbrojtëse, bankinave dhe kanalizimeve kulluese për ujërat e bardha. Investimi, i cili është jetik për zonën, do të rrisë cilësinë e jetës për banorët dhe do të lehtësojë komunikimin me institucionet shtetërore për marrje shërbimesh me spitalet, shkollat e të tjera, dhe nëna do të arrijnë më shpejt te spitali nga Dukasi në rastet e nevojshme, ndërsa fëmijët do të përballen më me baltën e dikurshme për të shkuar në shkollë, ka theksuar zoti Rama. Jemi në fazën përfundimtare të shtrimit me asfalt të rrugës Krypallarëve Lagja Dukas. Sot po fillojmë me shtresën e parë Binder, e cila rruga përmbet nga dy shtresa Binder dhe Tapeti. Rruga ka një gjatësi prej 1.8-1.9 km. Gjithsej me gjithë shtresat e saj. Punimet janë kryer shumë të mira, me cilësi, asfalti shumë i mirë. Po vazhdojmë, themi ta marrojmë sa më shpejt dhe me asfalt. Çfarë proceset janë kryer konkretisht në këtë segment rrugor? Kemi kryer proces gryerje të rërës bitumit që ishte. Kemi shtruar pjesën e çaput në trasë sipas projektit. Më pas stabilizant, kemi bërë trotuar siç ka projekti me gjithë pjesën e kunetës dhe me pusetat, me gjithë tubacionin e shkarkimit të ujrave. Këto janë punimet të cilat janë kryer te rruga Krypallarëve. Kur do të jetë gati për banorët e zonës? Besojmë se shumë shpejt e mbarojmë. Është faza e fundit, faza e asfaltimit, kështu që ne do vazhdojmë. Investimi për rikonstruksionin e rrugës që lidh Dukasin me zonën e Krypallarëve financohet nga të ardhurat e buxhetit lokal të bashkisë Patos me një vlerë rreth 40 milion lekë me TVSH. Ky investim së shpejti do të mundësojë një rrugë jetike që do t'ua bëjë më të lehtë dhe më të sigurt çdo ditë jetën qindra banorëve të zonës, ka theksuar inxhinieri Rama.